mirë dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me zonjën Kristina Mjeda. Gjino Mjeda Tesuti Altelajo, një mrekulli e punimeve origjinale më ka shtyrë që në këtë dritare të mëngjesit shkodran të hedhim vështrimin tek këto prodhime të mrekullueshme të familjes Mjeda. Dhe Kristina, nusja e Gjinos, është këtu pranë meje në këtë mëngjes. Nadia, mirë se ke ardhur. Mirë se ke ardhur. Falenderoj për programin. Jeni të mrekullueshme. Faleminderit. Kristina, natyrisht një mjeshtri e madhe, e mrekullueshme që të sjell në dorë në përditshmëri pëlhura të veçanta, origjinale, që kanë një histori të mrekullueshme familjare dhe që secili prej nesh mund të mrekullohet me ecurinë dhe me përditshmërinë tuaj. Është një histori e veçantë, 1850 në familjen Mjeda. Kjo është mahnice, besoj. Ta ringjallësh, ta përpunosh, ta avancosh, të krijosh asortimente nga më të ndryshme. Po, e vërtet është. Si është kjo histori, Kristin? Unë po flas në Gjinës për arsye punet nuk ka mujtë me ardhë, se ti ta konë, se unë jam nuse nërta, por Gjinoja është një familje vjetër qytetare, si gjithmonë kanë thurë pëlhur, po pëlhur gjithmonë me cilësi. E Gjino të kanë një pi madhe i shtëpis, ka ndaj gjithmonë afër gjyshes, edhe i ka pasi si punohet dhe ka rënë dashni ma të punë si punojnë të partë e tyne, edhe ka kanë iniciatori si ai me ringjall e me vazhdimisht pëlhuren. E me ardhen e demokracisë, na jena kanë konfirmum si shtëpi si bajnë pëlhura, cilësore, por dha një mendim Gjino dhe unë ja provova për me ba një dyqan të vogël si me kanë ma ndukje, se gjithmonë është blenë shtëpi. Pra është e veçantë për gjatë gjithë periudhave, edhe ata saj kohë që nuk është lejuar në asnjë mënyrë puna private në kohën e diktaturës, përsëri kjo mjeshtri ka ekzistuar në familjen Mjeda, është mbajtur. Ka ekzistu se tradita Shkodrës ka kanë si një vajzë martohet dhe i pol qafa për me qitën paj, një safrabes, një boqe, se atëherë nuk janë gjetë, aty i kena gjetë në shpinë tonë, do me thonë, edhe kanë ardhe i kanë ble. To kanë edhe familje madhe, to kanë edhe njësi s'kanë pas drejten me zhvidhu inteligencën e tyne në shkolla, ata kanë vazhdu me një dashni veçan. Edhe pse regjimi ka pas do gjanat vogla për pjesën e tyne sa qujt ma trapasdhek, nuk ka qujt artë. Kështu që ata kanë vazhdu për i kërkesave si kanë pas, edhe për i mangësi se s'kanë pas gjana tjera në treg. Por demokracia shpërtheu me iniciativa, me kreativitet, me mundësi të reja dhe tashmë nuk ishte më nevojshme që të punohej në shtëpi brenda shtëpisë pa e hapur mirë atë derën e dyqanit ose të punishtes, por krijoi mundësi të reja. Pa tjetër, edhe kështu si thash, Gjino me dha këtë mendim edhe unë isha shumë iniciatore për me hapë, se ndryshe është në shtëpi e ndryshe është paraqitesh në dyqan. Gjithmonë Gjino është mjeshtër i enjes, se pëlhura pus pati enjen prefekt, cilësin e penit, fjes penit pamuk, nuk del e sakt. Gjino është mjeshtën këtë pjesë. Ne i kena da, fakt, si bashkart pun, Gjino merret me enjen e tyne, e pëlhures, me anë e pëlhures, kurse unë jam për dizajn, edhe jam për marketing. Unë besoj se do të ndalemi në këto fusha të veprimtarisë suaj, por çdo kush
Ndjes, që na ndjek, për momentin befasohet sepse Gjino Mjeda është ndër volejbolistët e famshëm të Vllaznisë. Edhe për më tej suksesi i tij është duar trokitur pafund. Kohët e fundit mori edhe titullin mjeshtër i madh nga presidenti në kuadrin e 100 vjetorit të klubit Vllaznia. Edhe ti, Kristina, sportiste, trupi juaj i gjatë, i zhdërvjellët, natyrisht gjithmonë edhe në pamjen e parë të jep përshtypjen e njerëzve sportiv, por pëlhura kërkon përqendrim, ëndje, imtësi, butësi, delikatesë. E vërtet. Të gjitha këto janë tek mjeshtria juaj. E vërtet se sporti ka lidhje dhe ka lidhje edhe me artin, se edhe artin me sportin. Të ka një familje se kanë gjenetike në artit në Shkodër, edhe sportin Gjino e ka pas edhe pasion edhe i ka lidhë të dyja bashkë, kanë shku krejt mirë bashkë. E të ka në pjesë asoj familje kam rallë unë dëshni me këtë punën e të zjajt. Po gjithmonë edhe unë kam punu gjana tjera, teknika tjera të punimit, se njëri po se potin qef punën, dorës, nuk mund të banë me rezultatet mira. Kështu që na kena rënë dashni me punën e dorës, me trashëgimin e familjes Gjino Mjeda. Sa bukur, sa bukur. Dhe të shikosh që është thjesht një familje që punon nga cila mosh deri në cilën mosh. 94 vjeçë kam vjerën si punon 1 orë në ditë, e deri të 6 vjeçë vajzën e vajzë e ka shumë me pasion, edhe unë ulin të zja, edhe i pëlqen të paktë 1 orë e gjys për me thur ata fillimet e saj, po shoh se ajo e ka me qef. Çfarë dashurie e jashtëzakonshme, një histori e mrekullueshme. Po pëlhuren po se deshte nuk del cilësore, po se more me të mirë si tha vetë. Kështu që na jena fut në trek, i bajmë gjana, se për para ka kena det me ba 3-4 gjana, një safrabez i pal qafa i boqe. Kurse sot kena arrit shumë gjana me ba, kena arrit shumë gjyra me ba, e kena arrit, dhe më thonë, pri 3 modele, 150 modele dhe ma siber. Çfarë shumëllojshmëria. Shumëllojshmëria se tregu i kërkon këta, aq ma tepër turisti, aq ma tepër se janë fillim e marim punë dorët, edhe pëlhura don një cilësi të jashtëzakonshme për arsye se don penin, fijen e penit e don pamukut, se pamukun rrallë para është higjienike, është kundër alergjive, se unë bëj shumë gjana atë. Të fillu të arredimet e shtëpiave, të arredimet e lokalit qytetit Shkodrës deri jashtë kufive, me shqiptarët, me imigrantat tonë, si janë deri në Australi, edhe jam shumë e kënaqur, se aty hinë brezi i risi, don me kuptu edhe don me dash pëlhuren, me e fut në shtëpinë e tyre për i pal perde, për një kopert shtratit ose mbulej shtratit, për një pal jastek, dhe më thonë, unë jam e kënaqur se kam një klientel të rish, kam klientel imigrantash, kam klientel e brezit tonë, dhe më thonë, se ata kanë kuptu, se ja qojnë edhe për mes vetë në rase martohet ja qojnë një peshesh, kështu që jam shumë e kënaqur në këtë pjesë. Kristin, më bën të paraftyroj ambientin tuaj të punës. Vjera juaj e nderuar, e cila ka patur profesion mësuese. Po. Quhet? Madalena Mjeda. Madalena Mjeda, zysh Madalena, besoj se do të ketë nxënësit që e kujtojnë. Patjetër. Dhe ajo punon. Punon se faleminderit Zotit, aja është në formë të mirë shëndetësore, kështu që aja ka pasion, shkon në laborator aty, rrin me ata të shtëpisë, jep mbledh një masur për, sistemon një san, do më thonë... Jep një mendim, patjetër se konsultat e na zdiskutohet, se aty po s'pate harmoni, gjithë shka prishet. Të fillu të pritë Gjino e deri të fëmija më vogël. Gjino është në krye të kësaj puniste. Është interesante sepse ju njihni mirë teknologjinë, e cila lidhet me makinerin të zgjahun,
Po aja është nuk është makineri, është një të zja primitivi i stërgjysheve, dhe më thonë si Gjino i runë me fanatizëm të malë, edhe i ka si relike, me ata punojmë, është krejt primitive, pra ne kja është e veçantë, se nuk kina fut gjanat mekanike, kështu elektrike, pra ne pelhura jonë është e veçantë. Po si keni mundur të ruani në formë një të zjatë të hershëm? Për para janë bë me drut fort të zjatë, edhe Gjino i mirëman. As një dit, një pjesë punëtore të do më thonë, nuk shkon pa pastru, e pa rregullu, e pa marrë me të mirë të zjajnë si nesër për mekanikat që me punu. Çfarë mrekullie, një dashuri e jashtëzakonshme. Pa ty po s'pate dashni për punën aty s'mund të realizosh kur gjë. E kështu që jam shumë e kënaqur se në shtëpiat shkodrane a rikthy edhe i herë tradita e pelhurës, si në arredimin e shtëpiave, në arredimin e lokaleve të Shkodrës. Unë kam kënaqësi kur dal edhe i shoh perdet e mia të varura të një lokal, një picet në serviret kur shkoj për një drek. Domethënë, jam e kënaqur gjithmonë kry dhe t'je Gjinoja, se Gjinoja, po s'pat me Gjino në fillimin e punës. Me jetë me shëndet o Por, ashtu si që vetë të zgjahu, por edhe materiali është shumë i rëndësishëm për ta siguruar punimi, modeli, motivi, lulja, ngjyra, janë të gjitha këto interesa të prodhimit. Po s'pate cilësin e penit, fjes penit, si Gjino është ma tepër si një inxhinier tekstil në këtë pjesë, din me selekcionu, aty të thash nuk arrin për me bë diçka jo amatore, na bëjmë diçka specialiste, më thanë, se kanë kalu 4 breza. Kështu që Gjino është shumë i interesum me gjithë penit dhe cilësinë e penit jashtëzakonisht të mirë, pamukët. Se të thash, është shumë i kujdeshëm këtë pjesë. E na e marrin në Egypt, në Turqi, edhe kohët e fundit jena të marrë në Itali, sa është më afer. Edhe kena fatë se kena gjetë, dhe më thonë, cilësinë e pamukët si dona na. Aty punoj vetëm me pamuk, me mnash edhe me lino. Unë nuk punoj me sintetike dhe me lesh. Lesh sintetik, do më thonë. Sa ja nuk na jep rezultat, edhe s'kena pas tradit këtë pjesë. Po mirë, është e vështirë, natyrisht e bukur, po është e vështirë e mundshme një punë e tillë, Kristinë? Gjën më të vështirë ka Gjinoja, se aja pelhura, po se bane Gjinoj 100% për smari, dhe më thonë matematik, me numërim, aja të shkatërrohet komplet pelhura. Kurse manoj enja, dhe më thonë. Kurse manoj mushja është dashni të punua dhe të knu, aty në laborator gjaj shumë gjona bukra. E kam parë me një gjipner në që ose shprehem drejt, me qik, 2 po 1 jo, 2 po 1 jo, gjdo. Aja është një përbëmi se bëhet azhuri, se ma mërmanja se ti e kojton që të me thonë azhuri, si na këna bëhet me gjilpon, aty bëhet me qik. Aty bëhet një lule gjeometrike, se të zjohi jonë e pranën lule gjeometrike. Unë kam marrë pjesë në për ankane, kështë të ambasadeve, kena fitu çmimin e parë. Dhe me thanë, ma vlerësu jashtëzakonisht pelhura me një lule si simbolizon kështnellat, ose vitin e ri, ose boren, ose diçka tjetër. Thatë në fillim të herës që Gjino merret më shumë me prodhimin, me asortimentet, ngjyrat, modelet dhe marketingun. E marrën, i kena do punë. Po pra, dhe një nuse, sepse nusja e shtëpisë si e ti, Kristinë, të afeksionohet kaq shumë me këtë dashuri të madhe familjare dhe tradicionale e veçantë. Si të erdhi ty kjo në fillim, dhe më thënë, bashkë me dashurinë për Gjinon, të erdhi dhe dashuria e traditës familjare? Ja, të ka një familje shumë e madhe, aty kishte një harmoni tonë, dhe më thënë, aja është nërë familjet për mu të mrekullueshme, edhe unë kam 37 vite në aty, edhe të po tonë se punoshin, detyrimisht do ta kesh edhe i fjetin, ashtu unë kam bërë teknika tjerë, jo grepin, jo qëndisjen. Edhe më herë kur ke qenë vajzë, ke punuar. Po, se tu kanë, se kena kanë si koha, nuk kena pas fort, edhe unë kam një mu mamen teme. Edhe kështu që më shtyn aja kureshqa si do të bëhet të zjaj, edhe afrova, e pyetësha,
po gjithmonë domethënë jo me hi aty se aty është brezi, tretë është halla, domethënë halla shtëpisë, Gjino është I katërti. Domethënë edhe kështu që nuk ndërhysha deri në detajet, kurse tash unë jam në qendër. Konfirmu, jam konsulent artizanatit, jam design, si kam marrë kurse të ndryshme, edhe jam për marketing, si dal me qef të madh në punë. Sa bukur, sa bukur. Mirë, do të më tregosh pak sa mjeshtrinë tënde. Për Gjinon folëm shumë dhe do flasim përsëri sepse ai është në qendër me teknologjinë, me punën. Unë ja delegoj Gjinos dhe familjes Gjinos. Natyrisht, por është shumë e bukur që të jesh për krah ti, një mjeshtri, dhe të marrësh rolin tënd. Çfarë idesh të lindin her pas here, sepse prodhimi është zgjeruar nga 3 asortimente në 150 asortimente, edhe më shumë. Si ka ardhur kjo vjushmëri, Kristin? Po në bazë kërkesave të klientit, domethënë, ma kanë dhënë mendimin edhe ata, dhe të kanë unë kam dalë shumë në për panajire ndërkombëtare, kam pasi duhet edhe një portafol si me majt pelhuret, sa është higienik, duhet edhe një xhepore si kena kanë dikur, si kena fut gjona intima në për rafta, duhet një boqe, një set boqes, një dorc, një ashtu për me qu regalo për qytetit Shkodrës, duhet edhe unë një shpriha këtë mendim edhe Gjinos. Gjino e pak ishte kështu fanatik, do më thonë këtë pjesë, po shikja tha, ti ke marrë këtë ndorë, tha dhe ti din se qa, edhe kështu që unë kam arritë të bëj shumë assortimenti si duhet, se cilit klient si do me shku dikon edhe me qu dhërat prej qytetit Shkodrës, prej familjes Gjino Mjeda. Sa bukur. Po mirë, nuk e përmende se përveç këtyre dhuratave që janë shumë, por janë të aksesueshme, nuk janë thjesht një relike, janë të aksesueshme. Ti shkon në një lokal dhe shikon perdet tuaja dhe thua, të dhim se paksa I mundi, dhe më thënë, ke një afeksion me materialin që ka qenë në duar tuaja dhe tani? Jo, unë kam kënaqësi, sidomos edhe këta emigrantat që janë jashtë, kur servirin tavolinën për festa dhe që dhe shoh safarbezin ta më thonë, "Shi sa burr më ka dalë, më ke nderu, faleminderes." Do të thonë, mu më kënaq, jo kana financiare sa më kënaq kana kur mi klienta se më çojnë shumë falënderime. Kjo më ka ba mu për me ecë edhe me shikiu për para. Kam hap një linje krejt të re, se është një risi për mu, me anë të pëlhurës tonë, shumë cilësore, duhet me thonë, me mnash, me seten, me pamuk, me u lidh me stilistet e famshme. Nuk thëm shumë, por mas të vogël, se vetë puna jo nuk na lejon ne me ba metra shumë në ditë, kështu që kam arrit për me ba me pëlhuren tonë një stiliste si e ka riciklu pëlhuren, e ka ba fustan, e ka ble këngëtarja famshme Dua Lipa. E kështu kja kënaqësi sa se është ana Kostës, ose finansi marrim na. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Dua, kudo që të na ndjekësh, kjo është mjeshtrea e fustanit. Ti ke veshur një bluzë të bukur, pëlhur origjinale me motive, më trego historinë e saj. Po pëlhura është e përbame për super seta, super mnashët të mirë, ma ne e kam qenis me dorë. Se nuk ma ka leju vetë teknika punës për me shto. Kurse pjesa e bardhë është e bëme në laboratorin tonë, kurse pjesa e qenisës e kam qenisën. Po sa kohë të ka marrë? Po vënon se dije sa qymja flokët futet penin e për është një punë e jashtëzakonshme. Po vënon një javë. Po nuk e shumë shpejt. Ja, në flas pjesën e tërzjajt, ma nëj pjesën e qenisës a tjetër gjaj. Ashtë tjetër gjaj. Pa, tjetër gjaj, a vanon. Pra, po kjo është interesante, që këto pëlhura janë tepër të përdorshme në jetën e përditshme, madje shumë të kërkuara, sepse tashmë ke hyrë edhe në linjën e veshjeve. Po. Gjithmonë ne bëjmë me porosi, gjithmonë bëjmë mas kërkesave të stilisteve, sa ta vine bëjnë qa dojnë ata, jo qa dojnë. Ata tregojnë dizajnin e tyne, unë bëj prove, atërë thonë, okej, edhe marrë metrat sa dojnë ata. Do me thonë, gjithmonë unike. Asëherë nuk kam drejten për me marrë pjesën e dizajnit tyne. Se kja është e veçantë. Edhe gjithë shka në rasë unë arredoj një lokal,
unë nuk mund ta baj dë njësoj. Pse është dëshira jeme se mos me kanë monotonia. Ka për aty nëse imitojnë, po dihet se njifna se kena marrë kanë tonë. Çfarë dizajnit ose ngjyrash parapëlqeni që ju keni pak a shumë karakteristikën tuaj? Karakteristika e qytetit Shkodrës ka kanë pana, e bardha dhe e kuqja. Unë kam futur të gjitha ngjyrat e ylberit. Por shkoj si mas, kur vinë me një dhomë, më thonë, kam i këta ngjyrat, që mund të më shkojnë, edhe mu ma lanë dorë, aja është knajsi, rrito natën pa fjetë, vetëm pse si me realizu, edhe nuk jam e shkënjy me në këtë pjesë, më thonë të lumë shindorë të dhe. Dizajnim ka një mund, fakt, unë kam bërë kurse dizajnit, ka një mund këtë pjesë, edhe kur vinë, më po di se janë piktora ose artista, ofër dhejtët kaka për dizajn. Po je artiste, Kristinë? Jo, të që mirë fillë, nuk jam artiste, po në fakt është art. Aja pjesa këthyn art, zanadi jo në këthyn art. Dhe pëlqehen shumë, kërkohen shumë. Kur dikush vjen në dyqanin tuaj, si është ajo marrëdhënia juaj? E shihni çfarë kërkon, çfarë porosiet? Më trego pak sa se kush vjen, pjesë marketingut edhe aty vinë fakt ata që dinë që është puna dorës. Aty vinë njerëz në fakt si duhen me të shku diçka cilësore prej qytetit Shkodrës. Kam deri në Kosovë, deri në Amerikë shumë klienta, gjithmonë me rrjetet sociale, se kur vinë Shkodrës diskutohet. Sepse ju keni një faqe në Facebook, Instagram. Edhe në Instagram, Gjino Mjeda Tesuti Altelajo, në të cilën njerëzit mund t'ju drejtohen. Dhe merr informacionet, merr thot kam i këtë merr du ose du me martu një fëmijë, kam du i të ngjyra, unë ja realizoj 100%. Dhe dikush troket aty te ju. Po. Vjen të edhe unë në rrasa është klient i ri, unë jep informacionin e duhun edhe historikun e familjes. Ata mahniten. Kur e shoh se është klienci e din se ku ka ardhur, më thot jam interesume, nuk vetëm ti ma jep, unë duj ta ngjyra, unë as e diskuton. Kjo është kënaqësia më e madhe, unë nuk pritoj punoj nade e deri në orën 8 darkës. Sa vullnet ke, moj Kristinë? Kam vullnet se është pasion, është art, si një artiste si ban një pikturë, ashtu është edhe pjesa jonë. Është pjesa jonë se del për një fijit penit, del për lhura si nuk din kush qafat. Sa metra mund të prodhohen në ditë? Jo, për një ma shumë se 3 metra në ditë nuk realizohet. Çfarë pune? Nuk realizohet një punëtore për 7 orëve. Nuk mund të realizohet. Se është gjithçka primitive, gjithçka e thurën, gjithçka e bëme me dashni, jo me kalu rrallën. Këta copat tona janë të garantume. Janë të garantume 20 vjetë. Mandej mund të riciklosh. Prin kuprat shtratis të mërzitet ndoshta 10 vite, mund të kthesh perde. Si mund të kthesh? Vetëm me një riciklimit, si që mund të qështë e rroba qepsi, edhe të dënë masat e perde. Pelhura shkodrane, pamukut, lino dhe mnashit, asë edhe njëherë vesh janë trashigu fëmive. Unë kam vjerës teme, unë ja kam lanë vajzë teme, e vajza dhe me jarujt vajzë vetë. Sa e mrekullueshme, janë pëlhura origjinale, anti-alergjike. Pa tjetër. Mund të ma spjegoni pak sa këtë kretë... Po pamukun na tentoj me marë, jo sintetik, absolutisht, ekologjik një edhe natural. Të na pamuku është natural. Anja është e kalcifikume si me naja i fort, si mos mu pri shpejt. Ju nuk toleroni në cilësinë e pemë? Absolutisht. Ma mire e marrë shtret, edhe t'jap cilësi, t'jap garanci, edhe so habiten, ta jap i tham, ka që garancia, se unë e kam provë dhe pjesa pëlhurës teme si ma ka fol vjerra jame. Jo provë tash se unë e kam ndurët e mija e gjinës dhe më thonë edhe e kena të sakë. Unë rrasë unë arredoj një lokal, unë do t'i fus perdet e do t'i loj për para sa pëlhura ka ligjin, dhe më thonë hinë, masi del për të zjoj, hinë 2 dhe në 3 edhe do t'a futish në centimeter. Atir kalcifikohet, njëshet, edhe nuk nërhin ma vesh që të bëhat ma e bukur. Sa herë si ta lash, frymet, pamukull e del me bukur. Kurse qanat sintetike, jo. Sintetike dhe të duket sikur është diçka i gjallë. Pa tjetër.
diçka që t'jep një pasqyrë të punës, të dashurisë, të artit, të mrekullisë, të traditës. Përsëri jam shumë kurioztare të di atë atmosferën familjare. Zonja Madalena është kryefamiljare, vjera juaj. Një mësuese e mrekullueshme, një mësuese e dallume, një vjehër e mrekullueshme për mua. Një non. Po të mos ishte kjo dashuri kaq e madhe dhe harmoni mes njerëzve të familjes, nuk do t'ishte mundur të dilte kjo punishte e mrekullueshme. Kam gjetë qetësinë e shpirtit në kuptimin e fjalës me pjesën e familjes burrit. Thashë edhe janë njerëz të qetë, janë njerëz punëtor, janë njerëz që vlerësojnë punën, vlerësojnë njërin si vjen në shtëpi. Unë isha një vajzë e re kur kam ardhur, kam gjetë shumë vet aty. Gjithkush me të prit mirë, domethënë, gjithçka shkon mirë. Por edhe vajzës uaj, për çudi Kristina është sportive dhe mjaft e re, por meqense janë martuar të ri, janë gjyshër. Po. E çuditshme paksa, po i paçi me jetë kena, po gjithsesi Perla. Vajza 6 vjeçë, si vjen ajo aty? Sepse është garanci. Aja fill prej kopshtit, si është në kopësht, ku shkon me e marrë, thot du me shku të gjyshi, se pasioni saj është me shku të ata njerëzit e familjes aty edhe me pa, edhe i thot, apo më veni fije në të zja, dhe më thonë, ka knajsin e kërkon vetë, edhe e shëf, nana po ma mësën, më thot mu, po ma mësën i këtë, dhe më thonë, e ka pasion, mbledh një fije pernit, e shëf edhe, djali e ka dhënë ultimatumin, nuk du me e trashëgu vetë, letja lanë vajzë, edhe se e ka pasion Perla, se e ka emrin Perla. Perla, paçi me jetë dhe u shtofshi, u shumofshi me këtë dashuri kaq të madhe dhe të bukur që keni. Mirë, Kristinë, keni marrë pjesë edhe në konkurse, evente që janë vlerësuar, diçka më tha pak më herët, mund të më tregoni diçka më gjatë? Po, na deri në Iran kena shku, domethënë, na kanë çu dietë ministria jashtme për me përfaqësu se ç'a bëhet një punë dore të origjinale prej Shkodrës, edhe na kanë caktuar gjithmonë ne, me thënë drejtën, se kena kanë njofton, edhe cilësia band veten. Ne na marrin shumë institucione të ndryshme, si japin porosinat, jo çanta, jo portafola, na marrin për dhurata, si japin fund vitit, o parlamenti, o bashkia Shkodër, e falenderoj se aja vjen gjithmonë e merr dhuratat e vitit. Na kena marrë pjesë në panajire ndërkombëtare më tepër, jo, këto nuk në Shkodër nuk kam edhe kohë për me marrë pjesë, por në vendet jashtë kam marrë pjesë. Aty kam marrë edhe që më thonë kam marrë vlerësime deri të çmimet e para për pelhuren për punëdorët. Në Iran kam marrë çmimin e parë. Në Iran? Kam marrë, po. Se aty bëhet puna dorës, është gjithë bota aty, për pelhuret gjithmonë, ban fjalë. Edhe kështu që çfarë kishit paraqitur ju aty? Ne kena paraqit shumë shallat, se na punojnë thash shalla, edhe burrash edhe grash, se aty ishte tradit me pas shalla, po ishin shallat veçantë për atë pjesë, ata bëjnë, po bëjnë në pjesën edhe makineri. Kurse kur e pane se na bëjmë me dorë edhe një stil tjetër, atë janë shit shallat për një gjysore të mise 30 copë. Farë ngjyra. Ishin rrallë varzat, të gjitha ngjyrat. Tu fillu prit e pana deri të ngjyrat, të gjitha unë jam shumë jetoj me ngjyra, më japin jetë. Unë nuk jam për fikse. Kur ti e don unike, unë ta baj. Por unë jetoj me ngjyrat, unë kam qef se për çdo muaj më ndru look në dyqan. Nuk kam qef për me ndaj gjithmonë njësoj. Kështu kjo më ka bë mua me eci jashtëzakonisht shumë, edhe shumë sa pranë në artizanati, se kjo nuk mund të bëhet prodhim shumë me tona, por jam e kënaqur. Kam thonë përpara edhe jam të vërtetu fjalët e vjetra. Dhe me thanë, kja zanadi jonë mos rrjalt pikon, edhe është bëllë zyk arit në dorë. Oh, që sa bukur. E dim, Kristinë, se tash ti po në ndjekin njerëz në mbar globin.
nëpërmjet Facebook-ut ton dhe në kanë quar përshëndetje të tyre nga shtete të ndryshme. Unë përmend Vjollcën, në Poloni është mikja jon, po janë edhe njerëz të tjerë. Unë zakonisht I shoh pas emisionit përshëndetjet, por të gjithë që na ndjekin I falenderoj shumë, por së tepërmi këtë dashuri kaq të madhe për punën siç është Kristina Mjeda dhe familja Mjeda, Gjino Mjeda dhe të gjithë me radhë nga zonja Madalena deri tek Perla e vogël. Sa gjë e bukur Kristin. Edhe një risi, mos të harroj ta them, kjo është një mendim, jo mendimi jemi, është një mendim I një imigrantës në Amerikë për me rinjallë, thot gjitha veshjet e kena këtu, veshjen shkodrane Kristin nuk e kena. Në fakt, unë e kam originalen në dyqan. Veshjen shkodrane gruas katolike, po. se kjo është pak e veçantë. Specifike, Po 80% unë arri me e ba, 20% jo, se ata njerëz si kanë bërë pjesën e leshit, ata ka marru brezi edhe kështu që nuk mune me, po do ta bëj imitim. Kurse 80% unë jam të realizu veshjen tradicionale të stërgjyshave tonë. Kështu që kja është risia fundit që unë jam të bërë. Po mirë, në çfarë ore fillon dita e punës aty te? Po dita e punës e fillon 6:30, e maran 9 darkës. 6:30 futem në laborator, jap udhëzimet, konsulente, dhe më thonë si baje konsulente, aty, jap udhëzimet, jap të gjitha ngjyrat, ja baj vetë kodi, edhe ta ulen e punojnë, edhe kur unë shkoj një sahat në shtëpi për me pa, si nolli, si ashtu si deshta vetë, ashtu si ma ka dhanën klienti, kur e shoh 100% si e ka dash klienti, unë jam shumë e kënaqur, e mandaj dal me qef prep mas ditën, rride në 8 darkës. Rrinë në dyqan dhe në laborator. 2 orë në laborator në misdit, mandaj dal në dyqan. Paradite 6:30 deri 9 unë jam në laborator. 9 deri në orën 1:30 jam në dyqan, 1:30 deri në 4 unë jam prap në laborator, edhe në 4 deri në 9 darkës jam në dyqan. Çfarë kënaqësie? Kënaqësia është, kënaqësi në vërtetë. Por natyrisht edhe ajo që është e veçantë përveç kësaj tradite, përveç kësaj cilësie, kësaj historie unikale në Shkodër, në Shqipëri, nuk e di në vendet të tjera, po besoj e veçantë. Në Ballkan. Në Ballkan. Dhe nga vlerësimi që ju keni marrë në Iran, në shtete të ndryshme, në ambasada, në Itali, sa të kënaqur jeni ju me atë pikën tuaj të djersës, me atë mundin, me atë kënaqësinë që punoni në shtëpinë tuaj, në vendin tuaj, me djersën tuaj, me mundin, me kënaqësitë tuaja. Gjithmonë nuk ka pas pasion, edhe pse kam pas rast me fëmijët e mi edhe unë me dal edhe me na jashtë, se jam ndër të para se unë kam dal me viza në Shkodër, domethënë, gjithmonë me punën, jo me pjesë tjera, edhe kam pas mundësina për me na jashtë kofeve. Kështu që gjithmonë të pas pasion këtë punë kam thënë, jo, do t'ja dalim. Ma mirë një gjatë vogël në vendin tem, se t'jem larg gjithë gjanave. Unë jam fanatike edhe në qytetin tem, për menaj. Fëmijët, unë I kam këshillu, në rrasë ju doni me djalin edhe vajzën. Vajza për para dhe djali. Vajza kanë edhe si nxanë, se mirë, I kam thënë, në rrasë ju doni me dal, atje vuni. Në rrasë ju doni me punu, e doni atje bashkë to, të rini to, ma mirë pak, se jo shumë. Po kjo gjë është e mrekullueshme. Jam shumë e kënaqur, si familje jam shumë e kënaqur me fëmijët e mi, me burrin tem, se secili jep mendimin për me bë një pelhur të mirë me cilësi edhe me gëzim. Miq të programit Mirëmëngjes Shkodër, sot u mahnita, besoj se kjo ndjesi është përcjellë tek ju, tek kjo historia mrekullueshme familjare, tek kjo mjeshtri, tek kjo art, tek ky pasion, por edhe këto njerëz të mrekullueshëm. I përshëndes.
që nga zonja Magdalena, Gjino natyrisht që qëndron si menaxheri i përgjithshëm, mjeshtri i madh. Mjeshtri i parë. Prima. Por të gjithë ju, Magdalena, edhe Perlën, ju falenderoj shumë që ishit sot në këtë mëngjes shkodran. Sa bukuri dhatë jo thjesht studios, po ndjesisë së mrekullueshme njerëzore të punës, të pasionit, të artit, të traditës, të cilat në Shkodër nuk rreshtin kurrë. Shkodra është dashni, është art, është kulturë, është sport. Faleminderit shumë, paçi, shëndet, jetë, pasion, çdo të mirë tek puna, tek familja juaj, jetë gjatë dhe mbarësi, Kristinë. Falenderoj shumë, edhe ishte kënaqësi e veçantë se ishe edhe vajza e profesorit tëm si e moj illu në zemrën teme. Faleminderit më sollët kujtimet bukura. Ju uroj të gjitha të mirat, përshëndetje familjes së nderuar Mjeda. Faleminderit. Faleminderit.